përgoditja e diellit ashtu quhet edhe tek qeni dhe arrin një temperaturë trupore diku 42 gradë, në të cilën kafsha humbet ndjenjat dhe është e pavetëdijshme fare, ka rastisur. Kjo ndodh kur mbahet në orë të gjata në temperatura të larta ose kur mbahet në makinë të mbyllur në temperatura të larta. Të dyja rastet janë shumë të rrezikshme. Në tilla raste para gjë që ndihmë e parë që mund të bëj është lagja e trupit me ujë të freskët, jo të ftohtë, të freskët. Asnjëherë ujin e nxjerr nga frigoriferi t'ja japim kafshës sepse e shoh sepse ka temperaturë dhe merr frymarrje të shpeshtë, merr frymë me barkë, nxjerr gjuhun shumë të shpesh, nxjerr gjuhun, luhat themi. Mund të bëjmë një vizitë, si thua. Nuk e ka shumë të fortë, ai si është normal këtu, por ka raste që, domethënë, fillon dhe jargëzon kafsha. Në tilla raste mund të ndihmohet shumë lehtësisht duke lagur trupin, duke lagur pjesët e barkut.